Të nderuar ndjekës të podcastit Okult, të nderuar abonent, subscriber, sot do të flasim për ashtu siç anonçova dhe ditën e njëjtë në emisionin kur folëm për arin e grabitur shqiptarëve. Ju thash që do të flisnim për incidentin në ngjarjen e kanalit të Korfuzit, ashtu quajtur, e cila ka ndodhur më 22 tetor të vitit 1946 dhe para pak ditësh u mbushën fiks 69 vjet nga kjo ngjarje e dirigjuar, mendoj unë, nga bankierët, siç do ta shpjegoj më vonë, të Londrës për të marrë 1126 kilogramarë që kishin mbetur në Britani për t'u dhënë në Shqipërisë. Në mes të tetorit të vitit 46 mbaroi konferenca e tretë e paqes e Parisit e luftës së dytë botërore dhe pikërisht një javë mbas përfundimit të konferencës së paqes ose ndarjes së botës sipas dëshirës dhe sipas projektit të Iluminatit dhe të bankierëve, bota u nda në dy pjesë, u vendos një perde e ekurt dhe duheshin incidente si ky i Korfuzit që kjo ndarje dhe kjo perde sa e ekurt aq dhe akullt të ndante dy botët